Tekniku i ri i Tiranës Gugash Magani do ta fillojë aventurën e tij të resi bardhë blu pikërisht me një ndeshje të vështirë në Lushnjë në raundin e dytë të Kupës së Shqipërisë. Magani ka surprizuar në daljen e tij publike duke deklaruar se pavarësisht se skuadra e kryeqytetit është në vend të fundit në renditjen e Superligës dhe i duhet luftoj për mbijetesën, Kupa mbetet objektiv për Tiranën. Kampionati mendoj që është shansi i humbur për ne, sepse jemi në vend të fundit, ndërsa Kupa është objektiv që Tirana gjatë gjithë kohës i ka pas në prioritetin e saj edhe Kupën dhe kampionatin. Nuk kemi luksi që të bëjmë shumë ndryshime dhe eksperimente. Mendoj që moduli lojës do jetë po ai në kontekstin e përgjithshëm, mund ndryshoj ke vetëm të sulmi. Pra Tirana po jo them që sot që do luajë me dy sulmues. Ndërkohë tekniku i ri ka bërë të ditur se kësaj skuadre i duhet përkushtim dhe qetësi duke marrë çdo ndeshje hap pas hapi deri në fund sezonit. Pika e parë që u është kërkuar donatorëve ka qenë ndërhyrja në merkaton e janarit, ndërsa për zgjedhja e grupit aktual nuk do të bëhet pa mbaruar edhe 5 takimet e fundit për këtë vit. Për teknikun e mirënjohur të Superligës, i cili ka një kontratë 6 mujore deri në fund sezonit, afrimi te Tirana është një sfidë dhe avantazh dhe jo një guxim i tepruar për të shpëtuar një nga emrat më të mëdhenj në futbollin shqiptar.